Episodi funit. Episodi 3, po i tretë. Flasim prapë i funit për tashi. Po, për one pjecen. One pjecen. One pjecen jo. Kushta me fol dy. Për ty. Ka ardhur si Gjabon gjë këtë radhë, kështu që mëna. Tani që ta sqarojmë pse jemi 4. E gjys. Jemi 4 e gjys sepse këtu. Unë sa po. Një gjys. Unë jam një, ju jeni nga Ne kështu e gjys. Nëse ky zotnia këtu që shihni ju, ky tha, unë tha One Piece-in e shiu që kam për të bëju me tepate, me qona, me kundërshtim. Domethënë ky sot ka ardhur si ajo Erlina. Si ajo e keqja domosdoshme. Hajër, unë du me dalë në pensione, ka ishtë di me të thonë. Në shtina ergo, mirë se na erdhe. Jo se s'ke qenë e herë, po mirë se na erdhe te ky. Mirë që na erdhe nga studio tjetër këtu. Po, nga komshiu. Dale, ta nisim Butshëm. Rëndë shumë. Si e doni? Shef që ka ardhë, ajo... Ka ardhë dita, Lale, ka ardhë dita. Ka fillu... Jo, dhe unë ta pozicionoj që mikrofone sa gëllom, sa me që e kena këtekët. Sa lëgum? Sa lëgum. Mirë e keti. Ta ullit qik më poshë. Bravo. Ti po e ke... Jam regull, unë ka kejsi, unë la. Ti ta linë kësu. E ka rryllin këshu. Ta shë Erlina, ta nisim rëndë. O, sa tush, me varret. Kush menon ti ergo që është më i forti te One Piece-i? Vdek gjallë, ç'a dush ti? Më i forti tashi, vërtet tum. Jo i vërtet tum. Kush menon që është? Mos fillon me vërtetime me teorie, me përkufizime çango. Kush menoj tash? Për të menuar Për të menuar Për të menuar themi si vllau. Më i forti. Po të kishte... Ky vazhdo me atë teorinë e Odës që po ti ishte esi nuk mund të kishte dy mbret të piratëve. Jo. Pasi. Po, prit më gjatë, prit. Erlin, po nuk e vrau Akainu e isin? Po prit më gjatë. Po e boni kështu si donuts. Po a se bo kjo... E do t'ju bëj donuts unë juve shofere. E se ka bo kjo... Akainu më të fortë se isi direkt? Praktikisht po... E ke të vërtetume që nuk është. Ku e ke të vërtetume? Ku i ke të vërtetime ChatGPT-e? Sa është ndësia më e madhe e lavës? Dhe e sa arrin? 3500 gradë. Ja. Sa? Maksimum 1200 mos u gabofsh. Lava? Po. Ja fut Dërsa zjarri arrin me më shumë. S'ka shanse. E keme shkencë. O vllai, ti je fizikant, ti na update to. E keme shkencë, po të shkoj. Një sekondë ja vazhdo të sonë e pyesun këtu të shke. E keme shkencë. Një sekondë. Ergo se do të sqarojmë diçka se lava e neftofet. Po, zjarri fiket me ujë. Po do lava. Po gurcohet. Po zjarri e fik kështu me nerjush. I bë pak ja shumë ditët më shumë la po e për atë gjë. Nëse ti mendon që Esi është më i forti. Më thuaj një që ka rrafë Esi pra. Esi. Kraun e djathtë Kaidos para se ishte Kingu. Kush ishte? Jo kraun, fal, kraun e majt. Ira Kaidos nga majta, ira me shpagull kështu. Kraun e majt ka pas qenë mbreti i salamandrave, që do mori tillin për Seven Warlords. Ma thuaj dhe i tjetër. Po unë ta ka futur 600 deri 1200 flaka. Ndërsa lava shko nga 700 deri 1200 gradë. Po pra, po nuk ishte thjesht lavë. Qa ishte Ai e volonte. Nëse po praktikisht, fal, si mund ta vrasë diçka që është më e dobët? Pra, jo, gjëba këtu. Se po di rrim kësaj teme. Ka diçka. Esi domethën vet vrau veten. Vrau veten. Vet vrau veten. Vrau veten, po vrau veten. Vrau veten, na falni. Sepse po mos ta kishte bërë atë gjë do kishte vdekur Luffy. Në rregull? Pa e shkojmë i ra Esit me jo Luffy. Unë them se Esi kishte fut një dy Xanax Lale kishte damën për Zotin edhe tha ti kena unë me të shumtit se sa harroj që Esi domethënë me anë vivrekar si ishte Luffy ishte gati pranë vdekjes. Para se lironte. Ishte ti që dëmtuar? M'fal, vivrekar ta ishte A4 vlla. Dhe shkoi po jo më Luffy ka që dha. Si këto i dha A4 vlla, shive mirë. I dha A4 në Po, i dha A4. I dha A4 në atë më. Në shkëlqyetirin të krokodit. A4 ka qenë te kjo. Alabas i ka dhënë A4. Një sekond mor. Po takojmë prapë mbrapa më. E ka atë A4-ën e ka pas te kjo, çka ka ky Yamato. Po pra, dhe filloi ty gris copa me avon rrugë. Bra, domethënë, jo. Po vlla, po si më vetë ata ka thotë ky. Si ka mundësi që Luffy e palosi dhe e futi te kapeli atë A4-ën?
Ta paloset vllajo. 7 herë paloset letra nuk e bën dot kaq ata 4. Kaq i kishte. Me qese e do. Kaq i kishte dhe kishte fut aty. Mirë, po ti dukesh gjithkohë. Tash do merresh me teoritë e 2D's apo do merresh me One Piece? Po ti doje të Fort Days, nisi kot, nuk bën për këtë punë. Po pse ma thuj ti mu pse nuk është ai? Po ka rraf vetëm një mër vëlla. Por ma thuj ti mu pse nuk është i fort. Shkojmë ndesh me Blackbeardin? Si me ner jush. M'fal, Blackbeard vëlla ka një veti vëlla që na lëm çdo frut deti kur e prek. Super, ai e quti vëlla se shiko, të fort nuk do të thotë thjesht kesh frutin ta të fort edhe e mbaroi puna. Te e forta ti ke Battle IQ. Ç'a Battle IQ e kishte Blackbeardi më? Unë e them o vlem. Unë e kam thonë këti se me këtë zimë gjithmonë të Blackbeardi. Blackbeardi, mos e tregoni që jeni vlezë. Se s'kam katanë këtu se ta kisha ne asnjë. Me këtë zimë gjithmonë Blackbeardi jo. Dhe ky thotë që Blackbeardi është më i forti. Blackbeardi është më i dopti vëlla. Blackbeardi ka 2 nga frutat më të fortë, dhe është më i dopti. E mushi breket kundër Railit 7-8 vjeç. Vetëm me haki i mushi breket. Jo më kundër Ace-it. Ore, Blackbeardi ashtu ka bën me gjithë lelësh thjesht dhjak si tip po. Eksakt, po nuk e bën me fort. Ti ke bë të fort. Ti ke garpin vëllai që Biri është një nga 4 perandorët. Edhe Bagi është një nga 4 perandorë, po çka ka bën Bagi? Bagi thjesht ja ngjeshëm për faktin vëllai se jo Bagit u bë sikur kishte bë shumë gjona dhe pranoi dha titulli me merita. O ergo se s'pekupton. Bagi është klon. Po. E kupton? Karakteri që prezanton Bagi është dikush që manipulon ose paraqitet si dikush që ai nuk është në të vërtetë. Dhe kur u bë ajo Guild Masteri këtu, po, që ishte Bagi u bë lider se nëse do e kesh pa me detaje, këta e lan Bagin boi lider. Se than varja, po e hongri ta haj ky mreti, dhe kupton mos na bjerë njëri, ne le të bëjmë të dirty work që shpëtoshin nga Marina vëlla, tani të lutem, unë të dëgjoj ti më dëgjoj, kështu funksionon biseda. Na fal. Domethën, ata i thanë këtij, e di si shpuna, po pse të bëmin e budallën tha mi hoku me krokodilin dhe po lëm Bagin, i ha gjitha ky dhe ky vdes maron, është llafollok. Domethën, diçka që Bagi e bën shumë mirë është të ditë manipuloj njerëzit. Prandaj Bagi është aty ku është. Pastaj Blackbeardi nuk është frikacak. Blackbeardi thjesht ka një plan që tjerët nuk e kanë. Blackbeardi vëlla është frikacak. Jo, nuk është. Është. Sepse nuk mund të jesh frikacak ergo me 2 frutat më të fuqishëm që ekzistojnë. Nuk ka trumër vëlla. Po mund të shkosh perandor. Po si nuk ka me papastru. Një sekond. Ju thotë gjë drejt që Bagi u bë 1 nga 4 perandor për shkak për shkak të manipulimit që bën. Po jo mor jo. Po prit Xhan 1 sekond, prit 1 sekond. Dhe pse mos quhet edhe Migërziu i tillë? Sepse ka Black, si ka ajo, Yami fruit. Black Darkness, për son vite. Dhe frutin e Migërbardit, tremër. Do vetëm për kësaj ai ka marrë atë merit sepse mori frutin e Migërbardit dhe i dha një dëm pak më të madh Marinë Fortit. Se nuk bëri asnjë gjë. Ore, se s'po e kupton, se ka pak logjikën. Tani, ideja është këtu, e para punës herë, Mjekërziu ka qenë gjithmonë on the hunt të këtyre gjërave që këtij i duheshin për të krijuar te ekuipazhin e vet. E para, e dyta, Mjekërziu ka 2 fruta që literalisht janë më të fortë e di. Prit pra, fruti që ka që i mori Mjekërbardit është fruti që mund të shkatërrojë Grand Line-in. Okej? Nga ana tjetër, ky ka frutin tjetër që kjo gjëja që bëhet kaq shumë shkatërruese, ky mund t'i bëjë nullify, mund ta ndalojë me darkun që ka. E kupton? Ai nuk është budalla, ai është thjesht shumë i kujdesshëm çdo që të dalë hap për atë që po bën. Jo, për mua nuk është i kujdesshëm. Thjesht është atë lloj tipash që mendon që po të ketë më të forta, gjërat më të forta, është më i forti. Rregull? Jo, ti po ta marrësh, më dëgjoj pak këtu. Ti ke don me teorinë e këtyre që po të kesh frut detit, po marr me teorinë e Migërziu. Që po të kesh frutën e detit, më të fortë më i forti. Po si ka mundësi që Marina vlla ka Marin si më të fortë garpin pa frut detit, dhe vetëm only pure haki. Po jo pse ti ke pas Rogerin për haki ka qenë çfarë? Rogeri haj kok me Migërbardin vlla. Jo, është më i fortë, po e para. Ti ke Xebexin, që ka qenë ai që krijoi ekuipazhin më të fortë në historinë e One Piece-it, ku ka Kaido, Big Mom, Shiki, Lili e këtyre. Po ta Big Mom. Jo Lili. Është kjo Stacy. Lili është Joy Boy Lili.
Stacy. Stacy. Stusi e ka. Stasi. Stusi e ka. O Stasi. Dhe Xhekun, atë pianecin. Nëse. Rregull, ai krye vëlla një ekipazh me më të fortë pa patur asnjë frut vetëm me haki. Po nuk ka lidhje mos e Marincat për shembull, kupto diçka. Marincat e para punës i herë Garpi ishte të spada, që shkonte te Marinca se zgjodhi të ishte nga ana e të drejtave. Nuk është se Marincat e ftun Garpin, e detyruan Garpin të punonte për ata. Ai çoi mëngjes, zgjidhte të punonte, zgjidhte mos shkonte në punë, kishte lirin të bënte çati donte Kokraqefit. E para, e dyta, ke edhe ex-Drakun që ishte prapë te spada te Marincat, edhe u infiltru u bë pirat. E kupton? Dhe ky ishte funksioni i spadës, që ata të vepronin si ti donte Kokraqefit për ta marrë drejtësinë, për të mbajtur paqen të balancuar. Spada kriju kur ishte rrit Kobi, mas Marinë Fort është krijuar. Spada ishte para se Kobi të ekzistonte. Jo mor vëlla çka. Spada është krijuar mbas Spada është kriju Smadman, ka qenë ekzistente. Garpi ka qenë drejtuesi i saj historikisht. Këtë se di. Dakor, pse për shembull kur arrin Garpi te Trekëmbshi, i Aceit i thot Sengoku po ti çer do këtu. Se nuk është se është detyra jote të rish, pra mund të largohesh. Sengoku i kishte frikën se mos bënte diçka. Jo, përpos jo, e kishte, domethënë ai foli aty si ushtarakut. I tha që ti vëlla për çfarë do këtu, sepse nuk është se ke, domethënë, pra ideja që mos ta kesh më të dhimbshme, ti e ke atë lirshmërinë që mund të largohesh vëlla. Sepse se ke për detyrë të rish si këta të tjerë. Po i Sengoku nuk ishte e tillë vëlla çka. Po ergo Sengoku mund t'i ketë thonë edhe çfarë do t'i këtu se ke lënë byrekun furr aty, se do han pasaj pilaj. Pajdhaqës dhe pilaqe. Ergo shife pak në nivel më të lartë emocional se sa ç'a lexonte titrat, sepse Sengoku e ndjente të njëjtën dhimbje që po ndjente Garpi, që të dy ata e dinin shumë mirë që Acei s'kishte bë asnjë lloj krimi, përkundrazi shkoi të sulmonte dikë që si piratët, si marinësit po e kërkonin, që ishte Blackbeardi gjithkohës. Edhe fatkeqësisht për arsyeën që ky humi, sepse edhe Sengoku e dinte ishte shumë i mirë informuar se kush ishte Acei. E dinte shumë mirë që Garpi kishte arrit 3 fëmijë, nuk ishte. Po e morin të di edhe Sabo që ishte. Di. Garpi po jo Sengoku tjetër. E dinte ata shok ngushtë aty të pira gidi, të kujto se s'kan hodhe llafe. Po Garpi nuk e di përveç që këta ishin bërë vëllezër njëri tjetrin. Që lidhje ka, e dite ekzistencën e Sabos. Ekzistencën, po nuk mund ta thosh sepse. Po pra, dhe aq më tepër që Sengoku e di që ai është ishte ushtria revolucionare, mos e kupton, pra e di kush është Sabo. Ishte shumë i mirë informuar, thjesht ergo, shiko, duhet ta shikosh pak One Piece-in, jo vetëm nga sytë e Luffy. Domethënë çfarë është transmetuar. Domethënë duhet ta shikosh One Piece-in në prizëm, domethënë vendose veten në çdo karakter të mundshëm. Tani, Sengoku mori një rol që praktikisht i takonte Garpit. Garpi nuk pranoi sepse mori vesh se kush e kontrollonte botën. Po këtë do thoya pra unë po, le ta them. Garpi nuk pranoi sepse Garpi kishte atë mënyrën e vet të vendosurit të drejtësisë. Domethënë, Garpi ishte po ta paralelizoj me jetën e përditshme që ne jetojmë në Shqipëri, ishte me kanun vëlla, kurse Sengoku sakrifikoi që merrte kushtetutën dorë dhe të ndiqte rregullat e kushtetutës. Ai ishte Lek Dukagjini. Që shkoi kushtetutën. Që po them, unë do ne kemi të shpjeguar në vazhdimin e One Piece te mangat. Për mangën nuk do flasim, sepse ka njerëz që se kanë pa mangën dhe skepse t'ja bosh. Jo, fare. Por që për këtë që ka dalë, ne po flasim për një skenë epike, që sipas shumicës e njerëzve Marineford i konsiderohet se një ndër arqet më konsiderohet është relative. Është një ndër arqet më epike. Ja fute kot që Acei është më i forti. Po e zaurojmë këtu. Po sepse nuk më le ta mbaroj. Po ti dashu është Margo më i forti, thjesht si ka bëu Awaken frutit vet. Margo e ka bëu Awaken. Ma argumento. Ata që kanë Zoan, Awaken është vetëm kur bën hibrid. Do deri në atë pikë kanë Awaken. Margo teknikisht është immortal. Po pra Margo është Phoenix pra dhe ka bërë hibrid në vet, domethënë që bëhet njeri dhe ka
Jo, s'është bërë. Po, Thjesht i përdor pjesë të trupit si do byta. Jo. Nuk është ajo bërë. është shpirë sepse është shpjeguar. E ka nxjerr Oda vet. Ajo është hibridi Marcos. Nuk ke hibrid tjetër në formën e Dhe para Marko nuk është i pavdekshëm, është thjesht i shërueshëm. Po i ringjallshëm. Sëmundje, po t'ja presi kush kokën vdes. Jo, Feniksi s'des kur. Është Fenix vllaç çka. Nuk Marko është, domethënë, siç është legjenda e Feniksit, ai rilin nga hiri i vet. Pra edhe nëse Marko vdes, është si mallkimi i brukut. Kur i pret kokën nuk ka hi. Po s'ka rëndësi digitaj direkt. Si për shembull Marko të qelluar kur kishte Galmatoliti tar të qellon në zemër nga Gixaro 2-3 herë. Po. Dhe kur i hoq ai Galmatoliti ishte pa plak në trup. Ai rigjeneron veten në zemër. Shumë dakord. Rregull, bruku ka shpirtin që rron, ndërsa ai ka vëlla që i rigjeneron trupi gjithkohës. Mirë. Dhe po thosha për pjesën e Esi, pse them që Esi është? Ma argumenton me tek fjalit lutem. Me tek fjali. Fruti i Esi po të evolohet është pak a shumë, jo pak a shumë bëhet Amaterasu. Black Flame do thoshte. Është e konfirmuar. Edhe? Çfarë do të thotë? Ta di çfarë është Black Flame? Jo. Një flak që nuk shohet asnjëherë vllaço dhe dik gjithçka. Ajo është Naruto, është në Amaterasu ekziston te mitologjia japoneze. Po e di, është perëndi Amaterasu. Po pra po. Një nga tre kryesorë. Pse bëhet ky më i forti kur nuk ka lidhje fare, se për shembull ai mund përplasë. E di si është kjo, më është një lloj si Itachi më për te Naruto, Esi është si Itachi te Naruto. Po, edhe sepse është shumë i fortë për ta lënë unë gjallë. Mos e krijo fare vlla. Po jo, ore priti, po nuk ka lidhje me vlla. Po morëm një supozim që mos ta zgjasim shumë te pjesën e Esit. Supozimi im është ky. Supozojmë se Esi ndeshet me Marko. E kupton? Esi nuk fiket kurrë, Marko nuk vdes kurrë. Ku është? Mirë për tash këto janë do. Po prandaj si le pra ai. Kjo është ideja, për çfarë krijon? Pse Esi është më i fortë se Marko tash? Se Esi nuk arrin kurrë që merresh me këtë gjë që është shumë përplasje vëlla. Jo, më është barazim, është rremi. Një sekond, ti bëra shumë vëlla që Eneli vëlla është vetë tim. Po. Në rregull, Eneli me logjikën e kësaj që thua ti, Eneli vret gjithë njerëzit, gjithë bollën nuk pson si të dëm. Po. Lufi e rreth. Po mi kundër element. Po pra, dhe Lufi për shembull rriset nga mikrobarti. Çfarë do është gjithkohë vëlla është. Ore, këto janë për mendimin tim, këto janë mbase Oda se ka menuar që do shkonte kaq gjatë vëlla me vetën. Jo vëlla. Jo, edhe unë dakord jam me këtë. Mbase Oda, po si ka mundësi që Lufi rref krokodilin në Alabasta, ai Lufi e kupton që s'kishte as lloj haki, s'kishte as lloj girgjështresh. Valla, thjesht grushta më. Stil rrugë. Thjesht Lufi, domethënë Rafi UFC-ja, e kupton, gjym grushton kush rrin kam fiton. E kupton, Rafi këtë lloj krokodili që ky krokodili ishte Warlord. Duroj sekond, Warlord dhe Lufi ishte thjesht një qors rrugë. Dinte as më undesh, e kupton? Me majmuna ishte rraf deri para ca ditësh. Edhe zbulon pastaj më mbrapa që krokodili ishte kaq i fortë, sa që nuk po ta krahasoj me Whitebeardin se e vari si pesh, po ishte kaq i fortë sa që mund shkonte kokë për kokë me çdo tjetër të Whitebeardin staff. Jo. Çdo Marines, çdo pirat tjetër të Whitebeardin staff. Po. Jo, nuk shkon si me haki, gjithë ata të Whitebeardit. Po dhe ky ka haki, po thjesht ty s'ta ka prezantuar fillon fare. E ke të konfirmuar. Ku krokodili ka haki? Po si mor jo? Po s'ka. Mirë. Po s'ka përse nuk ka haki. Observation haki. Observation po jo Conquer. Observation haki. Mos harroj që ke 3. Conquer, Observation dhe Armante. Ja. Po i ketë ta avanzuar nga 3 herë këto. Me pra, po them pra, krokodili mos ketë Armante, po ka Conquer dhe Observation. Ore, po mirë më bur Katakuri, se po del nga muhabeti më be. Çfarë haki kishte? Të fortin. Observation. Po pra. Që ishte 5 sekonda para. Ti më ti gjuaj e thjesht të shman, ka i ka pi kafe dhe gjytja jote vazhdoi bi muri dhe vjen aty, nice, edhe ta fut ta. Nuk ka time skip si hiti, se e bëre hitin fare. Po ti parashikon 5 sekonda pra, çfarë do ndodhi? Po fal ti, e don sa hungry tru kundër Snakeman Lufit? Si hungry tru i bër Black Mamba? Ja, ti jam të ngatrojmë gjona, mos. Çfarë thon, ku Lufi nuk e rrafja si momentet e Jo, mos e ngatrojmë gjona, se aty filloi Katakuri duke humbur momentin që Lufi u lëndu. Ai ja futi me trident vetes Katakuri. Po. Barazoi vetëm pra. E di si është ajo ergo, ti ku ta diun Sebastian Vettel me
Këtë Fernando Alonso kokë në kokë aty një sekond diferencë dhe Alonso t'i çpohet goma edhe e arrit Sebastian Vettel. Po harrojmë edhe këtë pjesën që edhe Luffy filloi ta zhvillonte observation hacking, po thjesht ishte pak më mbrapa ka takurit, fikse ajo që po thotë ti. E kupton? Edhe ka Po si më jo? Kape. Luffy ka. Ore Luffy thjesht nuk e si më? Luffy ka kënkër më të fortë. Po mirë pra ka kënkër më të fortë, of course do bëhet mbreti i piratëve, po observation hacking. Sa do qeshun për zotin, po mos bëhet Luffy mbreti i piratëve, bëhet në Zorro kot. Çlidhe ka Out of nowhere. Bëhet bro i vazhdohet. Të natallin me nerin keq fare vllai. E disi është si tjetë në i këshu, në i tip gare, që ke për të kalu ca pengesa dhe thjesht e klikon atë gjën aty. Dhe thjesht del Azopi që pengohet dhe i bi me ullë aty buton. Po, edhe bëhet ai pastaj. Robe, disa me qeshët. Nuk e di. Do shko ke Kaja kështu pastaj. Opa. Tregoj Xhaja. Kaja. Te Kaja te ajo mretnesha. Mretnesh ajo. Ajo që kishte lek po. Një pasur. Mretnesha është ideja. Who has the money has the power. Unë them se bëjmë break, pim, ti takojmë qik Sanjin. Po. Po, Sanjin, që ka po? Qa buk edhe. Ik merë me nej qoper, me nej Zorro, ti nga këtë të pasë. Ti do rripa dhe qoperit, ta gatuim se. Sanjin e takojmë ne, edhe vim Bruku dhe bëjmë kështu supë. Po, pache. Pache kohë. Erdhën, nuk vënojmë. Shadow Clone. Sanji ishte flak me qera lafi. Na kënoqi. Unë bona i kafe aty me Azopin. Ai me mashtrusat rritë. Po të sot me tash. Me mashtrusat. Ai qoperi, si e kështë pastru mirë atë qoperit. Pse hongri. Hongri dhe hora. A bledit sot pak të? Po jo ishte i vogël, si ishte rrit akoma. Kure, se përme gjithë suboj mosë ku ta qoshim. Po, lej ku që ba. Kjo tutit, ç'keti? Atë kishen. Tashi do flasim për diçka tjetër që është shumë interesante, që është shumë pak besoj te One Piece, është ajo gruaja e Odenit, se harrova emrin. Toki. Toki. Tani kjo Toki valla, se kur e takon Odeni unë e kam pa, domethënë ja përpjek që ta analizoj si gjë që kjo lëvizte në kohë. Pyetja ime për të dy ju, po sidomos për ty Eri, ose shpirti i keq, është kjo. A ka vdek ajo megjithëse? Po. Po jo çka ka treguar anime, burse ajo njëjtën gjë tregon që kishte vdekë edhe më përpara, po thjesht kishte lëviz në kohë. Jo, nuk e ka treguar. Thot. Shikoj edhe filler. Nese. Kur e thot? Ideja është një filler që del choperi dhe flet. Fill pas si maron. Që është kjo additional time, që është. Additional time, minuta shtesë. Domethënë kjo ideja është që kjo nuk ka pse të vdesi, se kjo edisi më duket më kjo si katalizator që thjesht vjen ngacmon në realitetin. Ky është i Trunks, që thotë te Dragon Ball për zotin. Po. Do kjo do një teori është kjo është ajo që e prishi një farë mënyrë realitetin me këtë kalimin e kohë. Ha debat, po bën sens. Pasi teorie po thënë. Deri diku se unë mendoj që kjo është arsyeja pse Rogeri me Odenin gjetën Left Tailin, e kupton? Se kjo e dinte ku ishte, thjesht në mënyrë indirekte. Jo, kjo nuk e dinte. Nuk e thot, po krijojmë një hipotetikisht, ç'është ajo llafja. Hipotetizoj. Po hedh një hipotezë që kjo vlla ka qenë më përpara i ka ra botës vërdall, se aq e vjetër sa është kjo. Kjo e ka thënë domethënë mos u gabofshi që ka qenë që është në ekuipazhin e Joy-Boyt. Super, po e ka pa. Nga kjo ti konfirmon diçka tjetër që kjo ka ra botës vërdall, kjo ka pa arsye pse këto luftrat më përpara kanë ndodhur, edhe me shumë mundësi kjo e di dhe sa çka ka ndodhur te ai Void Century, te ky shekull që nuk mbahet mend asgjë gjë. Ore, po ta paralelizojmë pak me historinë e jetës që ne jetojmë. A mendoni ju se kemi dhe në një Void Century për shembull? Kemi Atlantikën. Atlantis. Po, kur ka ndodhur Atlantisi? Atë nuk e dim, pra se nuk e din dhe për Void Century. Teknikisht The Void Century thot 800 vite më parë. Por edhe pra Atlantis thon 2000 vite përpara. Para Krishtit domethënë. Para Krishtit, po para Krishtit keti më vëlla, e di që para Krishtit për shembull deri 500. Ke piramidat ke piramidat. Po pra ke 3, ore, kupton që më afër jemi ne me vitin 0 me piramidat se sa janë ato që i kanë ndërtu. Kur ka qenë Atlantisi vëlla, se 3000 vjet para,
Atlanti se nuk dihet, është humbur në këto edhe në vendodhje. Po pra, këto 5000 vitet e fundit nuk është se përmendet në kështu 5000 vite që janë kështu. Të kujtohet me Lulusien si kur shkatroi Imu që u fshi nga harta komplete çdo njeri e harroi, do të thotë, të njëjtën gjë kanë bërë dhe me Atlantin, po ta paralizoj. E njëjta gjë, do e kanë fshirë nga historia dhe thjesht nuk dihet se ku ka qenë, pse se bën sens ta mendosh se e kuptoj, thjesht mendo pak. Ne 1950 vjet, do të thënë nga lindja e Krishtit deri në 1950, ne nuk e dinim se ç'është rrota valla. Patjetër. I sekond. Në rrota në aspektin teknologjik valla që dolëm nga karrocat me kal, do të thënë nga 0 deri në 1950 kemi qenë me karroca me kal. Ajo është hip e kalit, mreja karrocën dhe hec. Këto 70 vite ne po bëjmë makina fluturuese. Kur mërçan? Po at some point po bë drona që mbajnë një peshë caktuar që nesër pas nesër këto drona do kenë kapacitet. Më kishte dalë tash në Kinë, një sekond. Jo, po isha dje kot, ishte një kompani kineze që kishte bërë një tip miniveni elektrik dhe në bagazhin e minivenit kishte një dron që mund mbante 2 persona. Po se në bagazhin e makinës valla. Po e kupton domethënë? Po ja prapë me këtë pikën vim që nuk u shpik makina direkt, u shpik treni herë me aull, që mbante shumë njerëz brenda dhe i transportonte nga pika A në pikën B. Pastaj u shpikën diçka më e vogël se treni, që ishin mjetet e transportit pak më të mëdha, e kuptoj se makinat. Pastaj filluan të shpikeshin makinat individuale. Shikoj, ti ke edhe diçka për shembull një histori që është shumë e ngjashme, se kam dashur ta them deri në fundit të po e harrova. Në antikitetin e lash grek u dojq biblioteka më e madhe e botës. Si kishte në biblioteka sa më. Teorikisht. Jo, praktikisht. Domethënë në antikitet, po flasim në Greqinë e lashtë, është djegur biblioteka më e madhe e botës. Siç u dojq biblioteka në Oharas. Ishte e njëjta domethënë dhe bazimi ishte shumë real në atë që është bërë. Pse? Sepse shiko pak, e kemi thonë dhe te episodi i parë i kësaj që folën për One Piece-in, për teorive konspirative. Ti duhet të dish aq sa dua unë të dish, thot ai sipër, apo ata sipër. Ata sipër nesh, kur thuaj sipër, flet për atë të mollën. Po pra, ata sipër nesh. Kupton? Se mund të jetë një dorë, mund të jetë disa duar, nuk ka rëndësi. Po. Ideja është se kjo që pjesa e evolucionit, siç po thu ti, kalosh në një fast line shumë shpejt. Po fast line është më burrë se në 2015, jo, po them 2010 ishte prezantimi i parë që njerëzit kishin me celularet me touch. E kuptoj, ishte e parë që ti e shtypje, prisje pak, pastaj lunte. 2025-ën, literalisht 15 vite më mbrapa, ti ke arrit në një teknologji që ti mund të përdorësh çdo gjë me VR vetëm duke kontrolluar me sy, e kupton? Sa larg për. A mendon për shembull se këto kanë qenë edhe kështu, se siç e ke edhe te One Piece që testojnë gjëra gjithkohës. Pra ata nxjerrin diçka, një ligj, diçka e lënë pak kohë për të parë komportimin e njerëzve dhe më pas reagojnë në bazë të feedbackut që marrin. E njëjta gjë ndodhet tek ne për shembull. Pra, ndoshta njerëzit më përpara se ajo telefoni me touch mund të ketë qenë për të shpik dhe 1800. Ti ke foton, por subkonscienca e njerëzve ose konscienca më saktë, nuk arrin ta perceptojnë dot gjë si një teknologji apo si diçka që mund të ndihmonte pandemia akoma magji. Dhe kjo ka dash akoma një kohë më të vogël graduale. Por në pikën për shkak që po flasim po fuskot për 2010, siç po thoshe ti, njerëzit mund ta kenë arritur atë lloj pjekurie, pra le ta themi, suporton truri jote suporton këtë lloj. Janë prezantu gradualisht me diçka. Pastaj po në momentin që e kanë parë që ti e përthis atë gjë, thjesht i kanë lëshu. Çoj. Ti ke një foto për shembull, një nga neshjet e Mike Tysonit, nuk e di 1900. Tani këto nuk i besoj shumë me të thënë drejtën. Pra, tash nëse do rish me këtë gjë nuk i besojmë, i bie mos besojmë dhe shumë nga historitë. Po nuk i besoj sepse unë nuk besoj sepse mënyra se si ta janë shpreh është që te Mike Tysoni si ka mundësi që dikush është me smartphone dorë. Po pra, do të thosh për ne po. E di se është ky mohabet që mos i përmend emrat, ne krijojmë ca hipoteza, ca gjëra imagjinare në kokë, për shembull po marr një rast një nga ato emisione live televizive që janë ato.
E thoshte, ky tipi ka hyrë me telefon mrena, ndërkohë ishte thjesht ajo paketa duhani për drejt. Po, e di. E kupton, mund të krijohen edhe këto keq kuptime, mund të ketë pasur thjesht një elektrik në dorë që e ka saju. Jo, ishte sa dhe dallon ishte telefon që Po mirë më se edhe modifikohen në burë, se ti ke edhe teoritë që bëjnë këto Simpsonat për parashikimin e botës, jo dolën nëntor. Unë kam thonë, dolën nëntor në dhjetor, këta tash do vdesi Trumpi në janar, derri vërri, më the thashë leva X, jo, jena prill, maj, çaj jena s'ka vdek akoma, e kupton? Domethënë kur dalin njerëzit është tendenca jon si njerëz që ta bëjmë diçka idiote shumë virale, sepse ashtu na intereson ne. Unë kam parë një pjesë kur vdes kjo mbretëresha angleze, Elizabeta. Po, që ishte komplete sa ju me modifikume, e kupton? Domethënë ne kemi arritur në një lloj stadi sot që besoj unë jam shumë i sigurt që edhe për disa muaj, mos them një vit, ne nuk do arrim ta dallojmë më çfarë është AI production nga nuk dallohet edhe sot, ka gabime që një sy i përgatit i stërvit për këtë gjëna e ka, po dikush për shembull si babi jot çon atë e vërtetë. Po e di se ma e bën tash. Atë po them pra, po imagjino pas disa muajsh as ne nuk do jemi në gjendje të dallojmë se cila do jetë e vërteta dhe cila është AI. E kuptoj, po arrim në një fazë po eci më shpejt sa që nuk edhe kur thon këta që do jemi të pavdekshëm, kjo është pak për e vërtetë. Shiko pak Neuralinku që po shpik hys edhe këtë gjë, mos të dalim shumë nga teoritë konspirative. Jo, teoritë konspirative rrim sa donin, po mos dalim nga ajo pjesa e One Piece-it. Ideja është kësaj, për shembull, pse e keni menuar ndonjëherë pse Oda, të gjitha këto vende siç është, ku ta di unë, I ka futur në One Piece, po. Domethënë kjo kështjella e këtyre dragojve qellor, që ngjan me këtë, po Marijoa ngjan me këtë Versailles, tjetri ngjan me këtë atë Colosseum, pse thashë të gjitha këto release. Pse e keni menduar ndonjëherë për shembull që pse or vlla ai ka literalisht vende që janë elita, dhe pse i ka trajtuar të këqij për më tepër. Kjo është ideja. Pra, du të marrë të kjo, a vërtet, po na e japi me stil se ne për shembull, kupton do ta diskutojmë dhe një ditë tjetër patjetër më gjerë dhe më shtruar këtë pjesën. Që ti marrë gjoja për shembull Versailles, çka ka ndodhur në Versailles, në Francë? Apo më fal, kjo Versailles ka ndodhur ajo më Jo, ajo tjetër pastaj çka ka ndodhur në Versailles, se janë këto luftrat e prerjat e kohës Henryt e këtyre të tjerëve. Ideja i thelbi qëndrojmë në thela. Janë pra, ideja është shumë vende ai ka specifikuar si vende me njerëz të këqij. Po, varet nga perspektiva se si e shef masa, por që edhe çfarë frikë kam unë. Unë them më mirë mos t'i dim, domethënë këto që po na hedhin me stil, është më mirë që populli mos të zgjohet masa, mos t'i di se cila është e vërteta. Se diku i trajmë unë. Në momentin që ti mëson të vërtetën, thjesht ta të bëjnë kështu një brainwash. Stick and stones, të kalojnë. Bëhesh i keqe. Jo, të kalojnë një 3000 vite mrapa, të kalojnë prapë te epoka gurit, ti bëjnë erase memories, edhe ti do të fillosh dhe herë nga e para dhe të civilizohesh dhe herë nga e para. Zoti më ti më kujtoj atë të Elizabeta dhe se vetë të listin sa herë merrte vesh kush ishte vap, ishte vap. Po pra, dhe mendoj kjo ka ndodhur edhe me kalimin e kohës, domethënë ne po ecim me hapa kaq të mëdha të teknologjisë dhe ore e pa çaj bën se prap lidhet me kjo, se ky për shembull Andrew Tate mund ta konsiderojmë një nga ato piratët që dilet dhe fliset vërtetën at some point. Siç mund të jetë ky, janë edhe shumë të tjerë si puna këtij, por që nuk dalin. Kaq exposed. Ky domethënë u tregu pak më idiot se këta të tjerë. Ky mund të tip Kidi. Për mua kus? Kidi. Eustas Kidi. Jo, për mua domon ky është domon ato tipa domon që ky është pak si Bangi. Për mua. Ja. Prit. Po, sepse ti ke për shembull, po e kalim pak jashtë këtë One Piece-it, ti ke ata që kanë thënë të vërtetën dhe kanë vdekur. Si ka mundësi që me këtë nuk ndodhi një gjë, që ky foli më tepër se ç'duhet të fliste. Sepse se merrte sepse i hodhën atë damkën që këta mos ta morrin më njëri seriozisht. Po, futën burg rasti pedofili. Edhe Bagi është klon edhe se merr njëri seriozisht të thonë se ky budalla. Jo, për mendimin tim, domethënë është një agent i dyfisht. Jo, nuk e besoj. Unë mendoj që Bagi edhe në anime do vi një moment që Bagi thjesht do thotë vëlla që unë thjesht kam net qetësi, kam prit momentin e dur edhe tash do shpërthej. Po nuk është puna agenti dyfisht, se agenti dyfisht i bi që ky është dhe pirat dhe marinc.
Bagi? Po. Kur thua gjë publicisht. Po, flisja për këtë tjetrën e për Bagi. Ti po thu ka 2 karaktere, tjetër hiqi tjetër është. Ka 2 personalitet. Okej. Do është një fat që mund pëlqejnë gjithmonë që Bagi zgjon frutën e vet. Dhe nëse është vërtet ai zgjimi frut Bagi bëhet më i fortë në One Piece. Po, ajo është pak për e vërtet sepse ai ndahet në nivel molekular edhe se ka vetë Bravo, njëri. do nëse e di se ti je, do që po ndaj një atom në gjys është barabar me bombë nukleare. Po, kjo është e vërtetë, edhe thjesht ai mund të shkatërrojë çdo gjë. Por që ideja është që Bagi është si Ali Pashte Pelé. Koka në Stamboll dhe trupin e Janin. Edhe Bagi kokën në East Blue dhe trupin Grand Line. Ja, dhe përsa koka komot. Po, hecën. Të lejnë komot do, e kam duke rrëtë. Meri komët në komë dhe hecë vla. Qëndorë dhe hecë. Do kjo është bukur e frutë dhe ai nuk i merr dot. Si merr dot? Nuk merr sa Luffy. Po ta kujtosh në Impel Down, ti e peqe i thot Luffy, mi kap ti këmbët mua. Pse nuk i mori vetë këmbë dhe fluturon dhe dilë jashtë Impel Down? Se deshe me rejtë me kom tokë. Mos e fluturon me fresh. Deshe fisa Po shiko, unë mendoj që Bagi megjithatë, do të thënë ka disa karaktere që kanë kështu urt, e kupton dhe janë si ai Thenjilli Mulut që plasin në fund. E di çfarë mendoj unë? Që pse 2 teoritë e mia konspirative ose mos Agnita përmbledh gjithën. Hoda e ka shty kaq shumë këtë anime dhe plaket moti haja ato vitet e veta që ka për të hongër. Ka rrit dhe Bagin për ta marrë me vete deri në atë ditë. Dhe t'ja plasit vërtetën botës në sy ti thotë më vrisin tash asmani hiç. Dakor? Qëndron. Ti thotë elitës la F you and your mom and your sister and your dad që janë I ka bërë vetë apo hë? Dakord vet edhe ciao tashi bjermni sa doni. E di kush mendojnë që është problemi sepse njerëzit hecin prapë këtë ide kukulla. Shiko, i ka gjenerata vjetër nuk ndryshon, ë, ta sqarojmë këtë pjesë. I ka dhënë provat që, domethënë kjo kryengritje që ka ndodhur në për disa vende të botës dhe dalin në flamur. Shtrëmbur pra. Po pra, në kështu ku ishte kjo që u kthy? Në Indonezi. Po. Indonezi ishte së mbaj. Po nëse një nga ato vende tani në zi mrapa. I kanë dhënë provat që këto vëlla ju han hap sy që shteti nuk po bën atë që duhet, po bën atë që do. E kuptoj dhe janë grejtë edhe kanë rrëzu pushtet me lëvizjen. Deri diku, mund të themi. Jo, këta që ishe kur ishte vit në kaluar. Po tani, kupton ti duhet i mbushësh menin gjys miliardi amerikanëve, që kjo është e vërteta. Starting point. Ti duhet të edukosh. Po pra, ti duhet të edukosh. Ti duhet të edukosh 1.3 miliard kinez që se kanë pa fare akoma One Piece dhe nuk e kuptojnë përveç se gjumë nuk din asë lloj gjoje tjetër, që bota nuk është kështu siç mendon ti. E kuptoj, ka dalë iPhone 17 Pro Maxi, ata janë të 10. Ata e kanë atë 17 Pro Maxi vëllai si skemin e Nokia. Po më mirë. Ata, dakord, disa ergo sepse Kina nuk është ajo që shef ti nëpër video që dalin të jetë luksoze. Kina ka dhe zona që vetëm pin cigare, nuk han as bukë, s'kan çfarë të han, e kuptoj, edhe punojnë nëpër miniera dhe nxjerrin gjithë ato gjërat që këtë Kinës mund ta paralizojmë me One. Jo, fare. Se fare. Sepse Wano është thjesht Japonia ergo, ku që ka qenë para shumë vitesh që ishte një shtet I izoluar nga shogunët edhe ngelin atë lloj pike derisa njerëzit u ngritën, domethënë pas shumë torturash që patën bë shtresave, sepse nëse racizmi brenda llojit ka ekzistuar në një shtet botës është Japonia. Kjo është pak për e sigurt. Domethënë çdo shtet ka urry shtetet e tjera, kurse Japonia urrente shtresa sociale të vetët. Ashtu ke pas në gjithë botën. Jo, nuk e ke pas në gjithë botën, jo. Nuk përsekuton, domethënë edhe Shqipëri mund ta kesh pas. Luftë me na llojt sa dush o burr. Domethënë Shqipëria ke pas xhelozin, Princa di herë në kohën e Skënderbeut sa lidhje kanë qenë të prish. Jo më burr, jo, ne si ras nuk kemi racizëm midis njëri tjetrit. Ne e duam njëri tjetrin, ne kemi zilin, mirë. Kjo është gjë më e keqe. Kjo është smundje e keqe burr. Kjo është smundje që të hapër mrena se por tjetër. Shiko. Çfarë do janë? One Piece është për mendimin tim nuk është thjesht anime për gjithë. Ajo është realiteti. Deri diku, për gjithë ju që e shihni ose se keni pa akoma po thoni a ja vlen ta shoh apo jo, unë them që ja vlen që të shkemi atë se One Piece është jeta që ne jetojmë për ditë.
Edhe nuk e di se sa mund dëshpërohen çdo fans i mundshëm ose çfarë do lloj anime, dhe sikur mos ta ketë One Piece-in parën kur të mbaroj. Do të ky është episodi i fundit. Edhe pse kolegu im I dashur Ardin unë ta kam thënë teorinë time që One Piece s'ka për të mbaruar asnjëherë, sepse edhe jeta nuk mbaron asnjëherë, sepse literalisht One Piece është jeta. Qa mund ndodhi prap në një mënyrë të alternuar, e njëjta gjë që ndodhi edhe me Rogerin. Që Rogeri shkoi u dorëzu vetë shtetit, sepse Rogeri e pa që këta njerëz nuk boheshin, tha Jo, Rogeri e pa që ishte dhe I smur vetë, tha. Po përveç smurës, më ai mund të jetonte edhe në paqe ato kohë që kishin ngel, thjesht zgjodhi, shkonte te shteti, të jepte një super mesazh se u përpoj gjatë gjithë kohës që ta bonte si gjë dhe nuk hongri të pyet njeri, dhe I vetmi mesazh që njerëzit donin ishte the sin of lust, që ishte pasuria, pangopshmëria, greedy dhe lust. E kupton që mund ta shohim edhe Seven Deadly Sins I çfarë. Jo, është pastaj. E kupton, domethënë njerëzit janë të etur për pushtet, njerëzit janë të etur për lek, njerëzit janë të etur për famë. Asnjëri nuk kërkon paqe, të jetojë, vetëm të jetojë ta shijoj. Gjithë kërkojnë që unë të kem këto 3 gjona dhe jam mbreti I botës, sepse kështu jemi edukuar. Patjetër pra. Po siç është vet One Piece-i, dhe unë kam besim se One Piece-i vet funditës është thjesht një pjesë e të vërtetës së madhe. Dhe kjo është ajo që po mundohet të nisi. Doon që ka dashur thot Oda. Oda unë jam shumë I sigurt që nuk e ka nis One Piece-in për kaq gjatë. Sepse nga vetë titulli, analiza ime. Sepse sepse jemi të ajo që thotë ditë për ditë, Hamilton Junior jo, vazhdon të episod. Derisa të zgjohen. Ideja është që një pjesë. Ai ka nis për të një pjesë të vërtetës. Po pastaj Tani po dalin shumë pjesë të vërtetës. Normalisht emri s'mund të ndrojë, por po të shikoni për çfarë Oda po kalon në pjesën e mitologjive të ndryshme, pra mitologji I thënë që ai po kap të gjitha shtresat klasore, ai po kap të gjitha epokat, po kap të gjitha nacionalitetet. Po, me radhë. I keni të gjitha. Tani kemi kaluar te vikingët, pjesa nordike. Dakor? Tashi po kalojmë te pjesa nordike. Lidhen me shumë gjëra të tjera, do ta kuptoni edhe më vonë se për çfarë lidhen, nuk do ja u them se s'kam pse tash edhe unë. Nuk do t'i bëj spoiler. Jo, nuk do t'i bëj spoiler për diçka që edhe unë sa kam të strukturuar tamam kokë. Se çfarë vërtet kam, do më ndërtoj dhe unë një teori time të modër, pse çka kanë tjerë dhe hambri ata jashtë. A pra, kështu që po që kjo është ajo që thotë ti që ky po e zgjat ditë për ditë sepse ore, e di çfarë mendojnë ky impakti të kuptuarit mesazhin e One Piece-it, nuk po flasim për Shqipëri se ne jemi shumë vite mbrapa. Ne sa kemi dalë nga 90-ta nga komunizmi, po fillojmë të shohim sot sepse vazhdojmë të jemi ajo pjesa kukulla. Një pra. Jo mos ta çoj larg, bëj paralizim të vogël. Ishte duke parë serial mbrëm që është serial shumë I famshëm. Edhe ishte aq I inskenum, aq I robotizum, aq me rregulla, aq ti duhet çohesh, lindesh, shkollohesh, punosh, martohesh, vdesësh si legend duke paguajtur kredin për shtëpinë. Maroj. Kjo është jeta jote. Nuk duhet dalësh jashtë kësaj guas. Prandaj e kupton dhe Luffy thot te Rayleigh. Nëse ne s'kemi një plan apo s'është kjo? Jo. Jo, ai thot I pyet Rayleigh, domethënë okay, ti vërtet mendon se I gatshëm që të pushtosh gjithë detin dhe të bëhesh vërtet mbreti I piratëve? Edhe ai thotë që s'kam interes ta pushtoj. Unë nuk kam asnjë lloj interesi që të pushtoj asgjë. Të qenit mbreti I piratëve, mbreti I piratëve është të hash, të pish dhe të rrish. Eksakt, dhe ti je më I lirë se vetë liria. Të bësh edhe kooperativ. Je I lirë pa kufizime. Po prandaj mendojnë që One Piece nuk ka për të mbaruar asnjëherë për faktin sepse kjo liria absolute nuk ekziston sepse do kthehej në anarki. Ti do të kuptosh diçka, nëse gjithë njerëzit zgjohen dhe kuptojnë që pse do të punojmë ne për lek, por ne mund të punojmë thjesht për të jetuar. Patjetër. Që do të thotë, o vlla, unë siç ka qenë kote lashta burr. Unë kam 5 dele, ti jap këto 5 dele, ti hajde bëjmë një shtëpi, se ti do të hash, a kupton? Ndërkohë këto 2 muaj që ti do hash, maj unë me bukë ti ngremë shtëpi se ti më e bë. E kupton kjo tregtia mall me mall. Pse e gjithë arsyeja pse ne jemi në këtë ditë që jemi sot është leku. Patjetër. Keni një film për shembull, që është dikush që venos pa studia që gjithin kosh plenash,
Që çdo gjë që shifte, e shifte domethënë si thua nga një dimension tjetër. Okej. Dhe kur shet në moment parat dorë një personi tjetër, thoshte you worship this god. Okej. Domethënë që paraja është krijuar për të si thua ky është zoti jot. Ti po pra, domethënë ti për ulesh ti zot. Ty lekun e kam bërë si puna jote ergo si një e keqe domosdoshme. Po si ti nuk jeton dot më burr. Domethënë, hajde flasim për realitetin sot, një minutë brief. Na le polici në rrugë. Gjëja e parë që kemi ne si shqiptar, nuk po flas jashtë, ç'a ndodh? Me sa ju më bëti me dhënë lek ose të vënë gjumë. A kupton, është realiteti, le të thoni, po unë me rregullat. Jo, edhe kur si e gabim, që ti ke shumë të drejtë, ne, ai që ka lek, domethënë se unë s'e bëj për vetë. S'na ma. Po, kjo më thjesht argumentoj valla, nëse un kam një argument që un jam sakt, un argumentoj. Pra, se si e gjykon ai është më tjetër, po un vazhdoj me timin, a kupto? Po njerëz që kanë lek thjesht shpërtojnë të argumentojnë, thjesht i lëshojnë atë takt dhe vazhdojnë jetën. Shkova në spital. Të ra e keqja valla, supozohet që ky doktori, po flasim, supozohet të ndihmoj ty, se për atë punë është aty. Qa bëjmë ne? Po si ja dham lekën fillim që t'na kap me dorë se e shef që s'po na kap, ja hapim fund faleminderit doktora. Nuk t'i kërkon asnjë herë. Thjesht në mënyrë indirekte ne jemi edukuar si rasë që në momentin që ti ke lek ke pushtet. Patjetër. Ishte drejt dofi që tha pushtetin e ka më i forti. Kush është më i forti ditën e sotme? Ata që kanë lekët. Super. Ja, është. Ëh? Edhe kjo është te One Piece që ta bëjmë kështu finalen. Te One Piece më të fortit për momentin edhe që kanë pushtetin. Nuk po e mas pushtetin me lek, po e mas pushtetin me atë që din të vërtetën. Do të thosh atë diçka për këtë që tha ky te Oda. Ec kam has ka për ta bëu Oda kur të zgjojnë gjithë ka për ta bëu se po në Vegapanku me videoklipe për gjithë botën, duke dhënë mesazh ajo është diçka që unë e kam thënë edhe nëpër tavolinën e shok është që ajo gjëja ka për të ndodhur vërtet. Cila që del do vi një ditë, do vi një ditë e vërteta do dalin në çdo gjë që ti ke në dorë. Po kjo është pak për e sigurt, mëse ti. Dhe kam përshtypjen Oda ka thënë një gjë. Unë vetëm fundin nuk kam ndryshuar asnjëherë. Po fundi është i pa ndryshuar. Po pra fundi se ka ndryshuar, që fundi sepse është diçka që e kam damenin. Po pra, imagjino fundin e ja ka bërë që në episod parë, dhe fundi është, kjo është jeta që ne jetojmë. Me këtë e mbyllim One Piece-in. Natën e mirë.